Stojko këtu në parkimin paralel me disë mjedheve. Të shikojmë si do ta kryej ushtrimin nga pika e nisjes për në pikën e parkimit. Shikojmë pasqyrën e kraut djathtë pasagjerit, kur në pasqyrë shfaqet goma pranë piketës, ndalohet mjeti. Ky quhet ndalimi i parë. Kthehen rrotat djathtas, ngrenohet marshi i ecjes mbrapa. Këto veprime kryen pikë parkimi. Në teren makina duhet të jetë paralel me mjetin e parkuar. Kur mjeti rrotullohet majtas, shoferi tani kqyr pasqyrën e majt. Kur pasqyrën e majt shfaqet piketa e mezit, imiton targën e automjetit, bëhet ndalimi i dytë i mjetit. Në këtë ndalim drejtohen gomat. Ndalimi i tretë me gomat drejtore ecën mbrapa. Vendos gomën e pasme të krahut majt mbi vijën e parkimit, e ndalon mjetin. Do kthesh rrotat majtas. Tani do kqyresh 3 pasqyrat, mos shënosh vizat e pandërpera dhe piketat. Lëvizja bëhet ngadalë. Dami tjetë sa më i vogël nëse ndodh. Prandaj lëvizet ngadalë, do të dej përplasje. Do kthehen rrotat djathta tani të fusi mjetin në parkim. Duhet t'i drejtoj dhe të raportoj. Mirë keni kryer ushtrimin.